Berisha mohon fletëthirrjen e SPAK për 21 janarin, e quan farsë politike, bardhi kundër përgjigjet. Mos gënjeni, në kuvend s'keni çuar asnjë njoftim. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha mohoi sot kategorikisht çdo fletëthirrje të SPAK-ut për çështjen e 21 janarit, duke e cilësuar procedurën një farsë politike dhe lojë të turpshme. Ai tha se as banesa, as selia e PD-s, as kuvendi nuk kanë marrë asnjë njoftim zyrtar dhe kërkoi që SPAK të publikojë emrat e personave që sipas prokurorisë kanë refuzuar marrjen e zarfeve. Nga ana tjetër, SPAK deklaroi se kanë ndjekur të gjitha procedurat ligjore, duke e dërguar urdhër thirrje në banesë, në PD, në kuvend dhe përmes emailit zyrtar, por disa njoftime janë refuzuar. Prokuroria do të vijojë njoftimin e ligjshëm të personit të thirrur, sqaroi SPAK. Ndërkohë Gazmend Bardhi reagoi ashpër ndaj deklarimeve të prokurorisë së posaçme, duke i thënë SPAK-ut të mos gënjejë, pasi në kuvend nuk kanë çuar asnjë njoftim. Berisha akuzoi SPAK-un dhe drejtuesit e tij për manipulim dhe presion politik, duke theksuar se gjithë zhurma mediatike mbi mungesën e tij në SPAK ka për qëllim të mbulojë skandalin e tenderit të tunelit të Llogaras. Ai nënvizoi se respekton ligjin dhe do të paraqitet vetëm pas një njoftimi zyrtar të vlefshëm. Gjykata e posaçme e apelit ka rrëzuar sot kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg, duke lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë. Trupi gjykues, i drejtuar nga gjyqtarja Saida Dollani, e cilësoi si të pabazuar kërkesën e Metës për shuarjen e masës së arrestit. Në vendim thuhet se apeli miraton plotësisht vendimin 672 të datës 22 tetor, që e konsideron të domosdoshme masën e sigurisë ndaj Metës, i cili ndodhet në nënhetim për çështjen që lidhen me korrupsionin dhe veprimtarinë e dyshuar kriminale. Seanca e sotme u mbajt pas shtyrjes së mëparshme, kur avokatët e Metës kërkuan largimin e gjyqtares Dollani nga çështja. Auditim që gjykata e refuzoi. Me këtë vendim, Meta mbetet në burg, ndërsa hetimet e SPAK vijojnë në një nga dosjet më të rëndësishme politike të viteve të fundit. Për herë të parë në Ballkan, Shqipëria organizoi konferencën vjetore të IAIA-s, aktivitetin më prestigjioz global të mbikëqyrjes së sigurimeve, duke kthyer Tiranën në qendër të diskutimeve për sigurinë financiare, rreziqet dhe stabilitetin ekonomik. Kryeministri Edi Rama gjatë hapjes paralajmëroi se industria e sigurimeve përballet me sfida të jashtëzakonshme për shkak të rreziqeve globale, përfshirë ndryshimet klimatike, sulmet kibernetike dhe luhatjet e tregjeve financiare. Ai theksoi se me gjithë pasiguritë nuk mund të parashikojmë çdo katastrofë, por mund të fortifikohemi për t'i përballur dhe për t'u rimëkëmbur. Konferenca pritet të sjellë rekomandime dhe standarde të reja për tregjet globale të sigurimeve, ndërsa Shqipëria konsolidon pozicionin si vend mikpritës i një prej eventeve më të rëndësishme ndërkombëtare të sektorit. Shefja e misionit të FMN-s në Shqipëri, Anke Weber, ka kërkuar sot të vetpunësuarit të tatohen mbi të ardhurat reale, të hiqet taksa zero për bizneset e vogla dhe të modernizohet sistemi i TVSH-s, duke reduktuar trajtimin preferencial dhe duke u harmonizuar me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Ministri i Financave Petrit Malaj sqaroi se paketa fiskale për vitin 2026 nuk parashikon rritje të taksave apo ndryshim të normës tatimore, por disa norma do të rishikohen për të parafruar me kërkesat e BE-s. Sa i përket pensioneve, qeveria vendoset të jap bonuse mujore dhe jo rritje direkte të pensioneve. Sipas Malajt, kjo qasje bazohet në ristrukturimin e skemës për të garantuar një sistem më të qëndrueshëm dhe rritje të pensioneve në të ardhmen. Bonuset janë të lidhura me kontributet e pensionistëve. Ata që kanë kontribuar më shumë përfitojnë më shumë, ata me kontribute më të ulta përfitojnë më pak. Kjo strategji synon të sigurojë një të ardhur shtesë të drejtë dhe të balancuar, duke ruajtur stabilitetin financiar dhe mbështetjen sociale për pensionistët. Këto masa synojnë jo vetëm harmonizimin me standardet ndërkombëtare, por edhe forcimin e qëndrueshmërisë fiskale dhe sociale të Shqipërisë në afat të gjatë. Posta shqiptare ka nisur të ofrojë shërbimet e kompanisë të mikrokredisë Jute Credit në sportelet e saj, duke i prezantuar kredit si një mundësi të thjeshtë për financim. Ekspertët dhe organizatat kritike paralajmërojnë se këto janë kredi me interesa dhe tarifa shumë të larta se sa ato të bankave, që mund të fusin qytetarët në një cikël borxhi me pasoja të rënda ekonomike dhe sociale. Kjo qasje bie ndesh me paralajmërimet e Bankës së Shqipërisë, e cila ka kërkuar kufizimin e huadhënies së pakontrolluar dhe kontroll më të fortë mbi aftësitë paguese të kredimarrësve. Në vend që të mbrojë qytetarët, Posta shqiptare po ofron kompanive private rrjetin e saj zyrtar, duke u dhënë atyre një farë legitimiteti në logon e shtetit. Ky vendim vjen pas emërimit të Etienne Xhafajt në krye të institucionit dhe po konsiderohet si një shembull flagrant se si institucionet publike mund të shndërrohen në instrumente të zhvatjes financiare.
Policia ka zbuluar një bazë të mirëfillt armësh në fshatin Zall, në Fushkruj, gjatë operacionit tracking, në vijim të hetimeve pas atentatit të 12 nëntorit te rreth rrotullimi i Rinasit. Banesa i përket 48 vjeçarit Ylli Zalla, person me precedent penal, i cili është shpallur në kërkim. Brenda u gjetën materiale të rënda luftarake, 3 kallëp tritoli, 12 granata sulmuese, mjete shpërthyese gati për aktivizim me celular, 3 ndezës granatash, 4 armë zjarri, 6.000 fishek, pjesë armësh, si dhe 2.25 kg kanabis. Sipas hetuesve, sasia dhe mënyra e përgatitjes së eksploziveve tregon për një strukturë të aftë të kryej operacione kriminale me rrezik të lartë. Dyshohet se nga kjo banesë mund të jetë nisur edhe makina e autorëve të atentatit të Rinasit, çka e vendos Zallën në qendër të hetimeve. Operacioni vijon për kapjen e tij dhe për zbardhjen e funksionimit të kësaj baze të armatosur. Policia ka goditur një rrjet kriminal të shpërndarjes së drogës në Tiranë, duke identifikuar 44 persona të përfshirë. Për 25 prej tyre u ekzekutuan masat arrest me burg, 6 ishin arrestuar më herët, ndërsa 13 janë shpallur në kërkim. Gjatë kontrolleve, autoritetet sekuestruan 2.4 kg kokainë, 16 kg lëndë narkotike rezin, 22 kg vaj kanabisi, sasi të tjera kanabis, 121.200 euro, nga të cilat 118.900 euro dyshohet të jenë të vjedhura, 1 pistolet, 3 armë gjahu, qindra fishek zjarr, 28 celular, 4 automjete dhe peshore elektronike. Operacioni përfshiu edhe 2 të mitur, 16 dhe 17 vjeç, ndërsa policia vijon për kapjen e pestarëve të tjerë të grupit. GKK ka urdhëruar SPAK-un të nisë zyrtarisht hetimet ndaj deputetit të Partisë Demokratike Arjan Ndoja për 2 akuza, pastrim parash dhe fshehje dhe mosdeklarim të pasurisë. Vendimi u mor pasi gjykata konstatoi se kërkesa për pushimin e hetimeve ishte absolutisht e pavlefshme dhe se me ndryshimin e statusit të hetuarit në deputet, çështja i takon kompetencës së SPAK-ut. Gjyqtari Erion Çela ktheu aktet në prokurorinë e posaçme, duke detyruar regjistrimin e procedimit penal dhe vijimin e hetimeve për pasuritë dhe transaksionet financiare të Ndojës. Hetimi konsiderohet tashmë pjesë e dosjeve të ndjeshme që lidhen me zyrtarët e nivelit të lartë. Në gjykatën e posaçme u zhvillua seanca ndaj Plaurent Dervishajt dhe Julian Meçajt, të akuzuar për vrasjen e Andi Malokut, shoferit të ish prokurorit Arjan Ndoj. Një nga dëshmitarët kryesor ishte Luan Mata, babai të shumë kërkuarit Ervin Mata, i cili rrëfeu për shpërthimin me tritol në hotelin e tij në vitin 2020. Mata deklaroi se nuk kishte konflikte dhe se nuk e dinte se kush e kishte vënë eksplozivin, pavarësisht se hoteli ishte i mbuluar me kamera. SPAK akuzon Dervishajn dhe Meçajn se i vunë në dispozicion automjetin e përdorur për shpërthimin. Ngjarja lidhet me atentatin e 1 nëntorit 2019 në autostradën Durrës-Tiranë, ku u qellua makina e Ndojës. Shoferi Andi Maloku humbi jetën, ndërsa Arjan Ndoja dhe Aleksandër Laho u plagosën. Procesi gjyqësor vijon, ndërsa pritet prova të tjera për dosjet e komplikuara të krimit të organizuar. Autoriteti kombëtar i ushqimit në Elbasan ka bllokuar 50 ton misë rifugjo për bagëti të importuar nga Serbia pas urdhrit të Ministrisë së Bujqësisë për kontrollin e produkteve nga ky vend. Inspektorët kanë marrë mostra për analiza laboratorike dhe 25 ton nga kjo sasi mund të azgjesohen nëse konfirmohen dyshimet për mosrespektimin e standardeve ushqimore. AKU ka intensifikuar kontrollet në subjekte të tjera në qark, duke garantuar sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Rezultatet e analizave pritet të publikohen së shpejti. Një çift shqiptar, Andon Janaçi, 36 vjeç, dhe partnerja e tij Anjeza Zeneli, 30 vjeç, u gjetën të pajetë në apartamentin e tyre në Brest, Francë. Hetimet dyshojnë se 36 vjeçari vrau gruan dhe më pas i dha fund jetës me pushkë gjuetie. Ngjarja ndodhi ndërsa fëmijët e çiftit ishin në shkollë. Të miturit u morën nën kujdesin e shërbimeve të mirëqenies së fëmijëve. Gruaja kishte raportuar më parë dhumbë psikologjike nga partneri, i njohur për xhelozi ekstreme. Nëna e autorit kërkon ndihmë nga autoritetet shqiptare për të sjellë trupin e të birit në atë dhe shprehu ngushëllime dhe ndjes për familjen e Anjezës. Në vitin 2024 aksidentet në punë u rritën me 177 punëmarrës të aksidentuar, 33 prej të cilëve fatale. Numri i vizitave në kujdesin e parë shëndetësor ishte 8.95 milionë, ndërsa në konsultoret e grave dhe fëmijëve u kryen përkatësisht 184.801 dhe 731.277 vizita. Mbulimi vaksinal i fëmijëve mbeti mbi 97% në 65 spitalet e vendit. Ushtruan 299.318 pacient, me një kohë mesatare qëndrimi prej 4.7 ditësh dhe një rritje të procedurave spitalore prej 0.4%, krahasuar me vitin 2023.
BBC kërkon falje për mënyrën se si u montua një pjesë e fjalimit të Donald Trump të 6 janarit 2021, pak para sulmit ndaj Kongresit Amerikan. Korporata e quajti montazhin gabim në vlerësim dhe siguroi se materiali nuk do transmetohet më. Trump akuzoi BBC-n për mashtrim të publikut, duke pretenduar se programi e paraqiti si të bënte thirrje për sulm. Ai paralajmëroi një padi prej $1 miliard, ndërsa avokati i tij kërkoi tërheqjen e deklaratave të rreme dhe shpifse. BBC tha se pendohet për redaktimin e klipit, por nuk sheh bazë ligjore për akuzat e ish-presidentit. Shqipëria siguron për herë të parë fazën play-off të Kupës së Botës, fal fitores 0-1 në Andorrë dhe ndihmës së Anglisë ndaj Serbisë. Të dielën kuqezinjtë do të përballen me Anglinë në Tiranë, një sfidë prestigjioze për tifozët dhe një test serioz për skuadrën. UEFA ka caktuar arbitra italian për këtë ndeshje, ndërsa historiku i përballjeve favorizon Anglinë me 7 fitore në 7 takime. Ky vit ka qenë pozitiv për Shqipërinë, me 6 fitore dhe 2 barazime pas humbjes ndaj anglezëve.